Qytetari ju ankuar Rama pyet Bashën: "O Lul, pse, ç'ke bërë kështu dhe këtë e ke bërë, po ku i çove lekët mo?" Kryeministri Edi Rama po vjon turinë e tij në jug të vendit me inspektime, investimesh dhe takime me strukturat e Partisë Socialiste. Rama ndodhej në Memaliej të Tepelenës, ku gjatë takimit Rama shkëmbeu batuta me qytetarin, ku nuk munguan as batutat për ish-kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke marrë shkas nga historia që rrëfeu kryefamiljari me një shumë kompensimi në Bashkinë e Tiranës në kohën kur Basha ishte kryebashkiak. "Nuk më jepte lekët, u soll keq me mua, nuk donte të më jepte. Më tha, kur të vi prap Edi Rama në Bashkinë e Tiranës do t'i marrësh ato lekë. Më quajti komunist dhe u soll keq. Më erdhi shumë keq për gocën se sa kishte filluar punë pedagoge dhe s'doja t'i prishja punë, por do t'i kisha veshur edhe shpull thuratit", tregoi qytetari duke shtuar se vetëm pas 5 vitesh i kishte marrë ato para që i takonin. Kryeministri ju drejtua Bashës me pyetje: "O Lul, po ç'ke bërë kështu? Edhe këtë e ke bërë? Po ku i çove lekët mo Lul?"